Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Plas sheri mes Mirit dhe Rogertit. Ja çfarë ndodhi jashtë Bigut. Gjatë rrugtimit të tyre në Big, Miri dhe Rogerti patën disa nga përplasjet dhe debatet më të forta të edicionit. Situatat e tensionuara mes tyre i bën të gjithë të mendonin se dy ish-banorët nuk do t'i flisnin më njëri tjetrit pas daljes nga shtëpia. Por duket se realiteti jashtë kamerave është krejt ndryshe. Në festën e madhe të organizuar pas përfundimit të spektaklit, dyshja ka habitur ndjekësi duke lënë pas çdo inat, hatërmbetja apo mëri të mbetur nga loja. Në një video që po bën xhiron e rrjetit, Miri dhe Rogerti shfaqen mjaft të qeshur, të përqafuar dhe duke shijuar në maksimum praninë e njëri tjetrit. Pamjet janë shpërndarë në rrjetet sociale duke u shoqëruar me një thumë të qartë për të gjithë skeptikët që dyshuan të raporti i tyre. Për të gjithë ata që thanë do flasin kur të dalin, ju puthim shumë. Ky përqafim miqësor tregon qartë se gjithçka që ndodhi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri ka mbetur thjesht në kuadrin e lojës, duke dëshmuar se jashtë saj ka vend për sportivitet dhe shoqëri të mirë.